Nëse bëjmë ndarje moshore në lidhje dhe me ekzamenimet që duhen bërë, si mund ta ndanim? Atëherë, nëse ne kemi një vajzë në momentin që sapo ka filluar pubertetin dhe sapo kanë ardhur menarket e para, patjetër që mjafton vetëm bërja e një ekografie. Në qoftë se kjo vajzë ka filluar dhe marrëdhëniet seksuale, aktivitetin seksual, patjetër që gama e ekzaminimeve duhet të zgjeruar. Kështu që ne rekomandojmë dhe bërjen e një pap testi pos bërjes ekografisë, bërjen e analizave të sekrecioneve vaginale, nëse pacientja ose vajza gruaja ka apo jo shqetësime, për të pasur një kontroll dhe një informacion më të plot për shëndetin e saj riprodhues. Pastaj në varësi të problematikave që ajo mund të ketë, ankesa e patjetër që ne ndalemi në detaje më specifike. Mënyra se si ne i bëjmë në mënyrë periodike këto kontrolle, fillon që në fillim të pubertetit, por me fillimin e aktivitetit seksual, rekomandohet që kontrollet të bëhen në mënyrë periodike çdo një vit ose çdo 2 vite, pa mundësi për të bërë çdo një vit, ku thash është mirë të bëhet një vlerësim ekografik, një pap test dhe plus minus edhe ekzaminimet e sekrecioneve vaginale.